njëherë jeni në fazën ku do me pa sa kemi depërtu me fushatën tonë edhe sa jemi kuptu për qytetarëve të Prishtinës. Unë nuk kam vijat kuqe për asnjënin, unë i respektoj të ndjem të ri, edhe ka mundësi që e kanë mjetin edhe vullnetin me punu mirë, por nuk e kanë takatin, po nuk e kanë nefuzin me kry asnjë punë sepse janë të sprevuar. Do them për pare ma ka qenë 4 vjetë në e qeverisje, ka bërë eksperimente në rrugë, gjithdo që zgjidhja është me gra bicikletave, me trotineta, bëjshin këso skenave, edhe eksperimente me bloku një rrugë është, po tash ku besoj vedisua ka pas që ky nuk mundet edhe s'ka mundësi në zjedh këtë problem. Në smali është një që dënë në konsumi pushtet, bashkë me këto ose me këtë tjetërin. Hajrëlla Qeku mundjen keq, po kë është kandidat për nën kryetar të dytë të Prishtinës, sepse aty do të ishte kryetar i komunës Albin Kurti, Dejona Mihali, pastaj ky do të ishte një marionet, i cili nuk kish pas mundut me zgjedh asnjë problem të Prishtinës. Nëse i lën unatët si popull, si qytetar, e i ktheheni thelbit të problemit, qytetarët kishin ditë kush i kryen çdo punë. Nuk po fatkeqësisht na hala funksionojmë me inate, edhe me dezinformim, edhe nashta do të kemë ndonjë rezultat që si të cilit i friksojnë na që do t'i humbim edhe 4 vjetë, që ashtu që kemi humb 12 vjetë si kryeqytet.